Në kuadër të forcimit të rolit koordinues të Këshillit të Qarkut në Vlorë dhe nevojës për një qasje të integruar në ofrimin e shërbimeve sociale, është organizuar në drejtimin e kryetarit të Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, gjatë kësaj të mërkure, një tryezë e rrumbullakët me pjesëmarrjen e të gjitha bashkive. Në takim ishin të pranishëm drejtues të drejtorive për çështjet sociale në 7 bashki të Qarkut. Ky takim synon të krijojë një platformë bashkëpunimi ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore për të harmonizuar politikat sociale dhe për të hedhur bazat e hartimit të një plani social rajonal gjithëpërfshirës. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka e cilësoi shumë të rëndësishëm këtë takim. Është një takim i thërritur nga titullari i institucionit të Këshillit të Qarkut në bazë të legjislacionit në fuqi për çështjet sociale. Në nenin 38 legjislacionit që ju me të cilët punoni dhe ofroni shërbimet në bashkitë tuaja, detyron Këshillin e Qarkut që të hartoj planin rajonal social. Që të hartosh planin rajonal social, pavarësisht se ka qenë në prioritetet tona për disa vite e radhë, si një instrument i rëndësishëm ku duhet të kthehet syri nga shërbimet sociale dhe nga qytetari, pasi pushteti vendor nuk mund të jetë vetëm rrugë investime dhe të harrojmë kapitalin njerëzor. Ka qenë prioritet për Qarkun, mirë po ka qenë e pamundur që ne ta hartojmë, pasi legjislacioni parashikon qartë që plani jon social duhet të hartohet dhe të bazohet dhe të bashkërendohet me planin social të 7 bashkive. Kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi qenë në kontakt dhe ju keni kthyer përgjigje dhe shkresave tona dhe ne kemi pritur që të 7 bashkitë tona të miratonin planet e tyre sociale. Ka ardhur momenti që në bazë të këtyre planeve sociale ne të hartojmë planin social rajonal. Dhe pikërisht qëllimi i këtij takimi është që të njihemi me planin social të 7 bashkive, me kush janë shërbimet që bashkitë tona ofrojnë, bashkitë e Qarkut pra ofrojnë, kush janë shërbimet e mbuluara, pra ato që ju keni evidentuar si më prioritare dhe i mbuloni, si është e mundur apo nëpërmjet kujt burimeve financiare, çfarë mjetesh keni identifikuar dhe çfarë burimesh financiare përdorni për të mbuluar këto shpenzime. Dhe në këtë moment ne krijojmë një panoramë që e dimë që këto shërbime, ky lloj shërbimi mbulohet në X bashki, nëse shërbimi pastaj është i unifikuar dhe ofrohet të 7-ta, ne e konsiderojmë si një shërbim të mbuluar. Dhe ajo që na intereson pastaj është të shikojmë shërbimet që ju keni identifikuar në planet tuaja social të bashkisë përkatëse dhe që nuk keni mundësi t'i mbuloni ose që është një shërbim i cili kalon kontekstin territorial të bashkisë. Pra, është një shërbim që për shkak të natyrës së ofrimit të shërbimit apo mungesës së bulimit financiar duhet mbuluar në një nivel më të lartë, pra duhet mbuluar në nivel rajonal. Moçka foli edhe për shërbimin rajonal që ofron Këshilli i Qarkut nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ne aktualisht mbulojmë dhe ofrojmë shërbim për gratë e trafikuara, gratë dhe fëmijët e trafikuar nëpërmjet qendrës Vatra. Është shërbim që e mbulojmë për vite të tëra dhe është një model suksesi pasi personat që e përfitojnë këtë shërbim vinë nga bashkitë ndryshme. Që ta ofrojë një bashki është e pamundur pasi bie që ju të vini financa për përfitues edhe të bashkive tjera, pra që nuk janë territorin tuaj. Kështu që ky është një shembull se si një shërbim mund të jetë rajonal. Pikërisht dhe qëllimi i këtij takimi është që unë të njihem apo dhe specialistët e Këshillit të Qarkut të njihen me të gjithë shërbimet që ju mbuloni, me planet sociale tuajat. Normalisht do ngrihen edhe pyetjet pastaj sa është i mbuluar nga ana financiare ky shërbim dhe kush janë mënyrat. Pra, nëse duhet të jetë vetëm një buxhet i dedikuar nga bashkia, nëse nga Ministria përkatëse nëpërmjet projekteve apo nëpërmjet edhe donatorëve të ndryshëm, të cilët mbështesin gjithmonë anën sociale, dhe më tej pastaj të vazhdojmë me identifikimin e atyre shërbimeve të pambuluara apo që mund të ofrohen në nivel rajonal dhe në cilët ne mund t'i bëjmë pjesë të planit ton social. Ky është një takim i parë, orientues, kur ne do të nxjerrim në fund edhe konkluzionet dhe normalisht do të marrim dhe eksperiencën tuaj se si çdo prej bashkive tona të Qarkut ton e ka realizuar planevet social, pra nëse keni pasur specialistët tuaj të drejtorive tuaja apo nëse jeni referuar specialistëve tuaj që ne të marrim shembullin ton, pastaj shembull nga ju dhe të operojmë me realizimin e planit ton social rajonal. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte prezantimi planeve sociale për çdo bashki në Qarkun e Vlorës, identifikimi kostove dhe burimeve financiare të tyre, evidentimi problematikave dhe prioriteteve të përbashkëta, ndërtimi një vizioni të përbashkët për një plan social rajonal. Zhvillimi i kësaj tryeze përbën një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një sistemi social më të koordinuar, efikas dhe gjithëpërfshirës në Qarkun e Vlorës.
Nëpërmjet këtij procesi synohet jo vetëm përmirësimi i shërbimeve ekzistuese, por edhe krijimi një modeli bashkëpunimi që garanton zhvillim të qëndrueshëm social në nivel rajonal.